Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Që nga viti 98 e deri më sot, qindra familje vazhdojnë të jetojnë në ankthin për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ata kanë përjetuar shpresën, kanë përjetuar mashtrimin e po ashtu kanë përjetuar në vazhdimsi dhimbjen në çdo festë e përvjetor. Ata vazhdojnë që edhe sot e asaj dite të kërkojnë dhe të gjurmojnë për fatin e familjarëve të tyre. Në serinë tonë të emisioneve, ku jemi duke sjellur rrëfimet e familjarëve të personave të pagjetur, sonte do të transmetojmë rrëfimin e Sejdi Morinës, i cili ka të zhdukur motrën që nga lufta e fundit. Ai do na sjell përjetimet e familjes së tyre dhe luftën e vazhdueshme që familja e bën për të zbuluar fatin e motrës së tij të zhdukur. Në pjesën e dytë, po ashtu do sjellim rrëfimin e Nazmie Fekës, e cila po ashtu ka 2 familjarë të zhdukur gjatë luftës së fundit. Këto intervista jemi duke i transmetuar me qëllimin që do të ju bëjmë të ditur të gjithëve se cila është trauma të cilën këto familje janë duke përjetuar në vazhdimsi, me qëllimin e vetëm që të paktën të inkurajojmë këtë që ka informacion për fatin e këtyre personave që ta ndajë me autoritetet tona. Të ndjekim fillimisht njoftimin dhe rrëfimin e Sejdi Morinës dhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit. Unë jam Sejdi Morina, fshati Landovic. Jam vllai i Njomza Morinës, që është e zhdukure me 26 mars 1999 në Landovic. Është e vrarë prej forcave serbëve këtu në fshatin tonë, është e vrarë prej slarë këtu me snajper në 70 vetë, Njomza Morina. Edhe kur kanë fillu aty, kur është vrarë Njomza, aty kanë nisë mu trozu njerëz. Kanë pa që edhe kanë fillu bombardimet. Na kanë gjujt neve si kem qenë burrat veç, edhe kur kanë fillu bombardimet, janë trozu njerëzit. Dhe kanë fillu rrugdalje ka me se ishëm të rrethum për forca paramilitare. Kur kanë fillu me ato gratë gjitha kanë dalen, unë mas tive, ma i fundit kam dalë, kur kam shua kam gjetë Njomzën të shtrime. Jam mundu me kap në krah, me tërhek prej atyjit, nuk ka mujtë me se ka qenë e rritune, ka qenë kështu si unë, do më thonë, edhe s'ka mujtë edhe kam lanë aty. Kur kam dalë jashtë, kom një gjurtje prej këtu, prej afër, prej xhamis, edhe për atë moment e kom një kërsin të madhe, aty kom një gjurëm, piskam të njerëzve, që janë vrajen, plagos, aty janë. Edhe unë mos kam guxu me dalë prej atyjit. Kam qëndru të eri në ora 4 mramje. Është vendi aty, muj me pa dhe vendin. Tani unë gjatë sa kam najtë aty, kem qenë 4 vetë aty. Në një kosh, si thëjmë Kallamoqit koshi, ka qenë. Edhe s'kem guxu me livrit se ishin forcat të përbalë si livrit që në vrajshin edhe ne. Edhe gjatë asaj kohe i kam pa 6 autobusa kur janë ardhur te ura këtu, kur kanë zbrit paramilitarët, edhe janë shkep komsori. Kur i kanë hi fshatit për me kall, atëherë unë jam kam ik, gjatë timit, kur robot tim, shumë, kam ik dhe kam kalune për Kofomaj. Këtë gjitha i kam pa aty të shtrime. Edhe s'ka mujt me bëha asgjë se ishëm në rrezik gjithë, kam qyrë tani për ta familjar tjerë, kështu që Njomza është e zhdukme, nanën e kam të vrame, edhe qikën e vllavë 2 vjeqare të vrame. Ka pas viktima tjera aty? Po, kanë qenë edhe 13 tjera.
Domethënë gjitha janë 15 duket. Edhe ka pas plagosur edhe ka qenë e tmerrshme. Zotëri Marina, më nëshme nga të regu pak për natyrën e Njomzës. Çfarë fëmijën ka qenë ai? Ka qenë njeri pozitiv, njeri tashti për momentin kogja do vite janë bëha dhe ka qenë e fuqishme, ka qenë e rritme, ka qenë, domethënë u shtyke me mua, domethënë unë kam qenë shumë para saj. Po, fati. Ka qenë e dashur ajo, ka qenë e afërt me fëmijë. Po. Ka qenë shumë afër, shumë. Çfarë planesh ka pas ajo për jetën, për shkollën? Ajo ka mësuar mirë, ka shëjtë me shkollën, po. E ka dashur shkollën? Po, e ka dashur shumë. Edhe, po, ju ndalu aty në klasën e 8. Çka ka qenë duke ndodhur gjatë muajit mars? Ka qenë kohë tensionuar, ka pas bombardime, luftime, krisma. Çau ku duke ndodhur kur është duk Njomza? Deri atë ditë të ne ka qenë qetë, por ishin krismat prej këtu. Kur gjujshin këto kundra ajror, ne sun bëshim vend këtu në përfshat. Ka qenë tmerr. Domethënë, prej krismave të mëdhaja sun zishe vend shpi, sun rrishe, askund sun bëshe vend. A kishit pra lajmërime prej dikujt që situata është e rrezikshme? Jo, këtu s'kem pas, po vetë çka kem ba. Domethënë, nëpërmjet televizionit edhe kështu njerëz kur shike diçka ose kur kështu që ka qenë tmerr. Kishit frikë që të mund të ndodhë diçka e keqe? Unë për veti se kam pas atë frikë edhe s'po di. Familja? Po, familja, me siguri dikush që ka ndej, a unë për veti se kom di që ndodh ajo, se kom bo mend që ndodh ashtu. Po, që tani. Ka paralajmëru dikush që me pas kujdes? Po, këto i kem pas. Zotëri Marina, më thatë që e keni pa trupin e Njomzës, e keni mundu me tërheq për aty, po nuk keni arrit për shkak të situatës rrethonave. Na tregon pak momentin qysh ka ndodhur shtukja e saj. Ne tani gjatë natës kemi ikë për Prizren edhe mos s'kemi mujtë më marë, se unë i kisha edhe 3 plagosur tani, s'kam mujtën më marë me këta hiq. Do bashkëfshatarë na thanë që do të kthehem, ti tërhekim ose ti asim. Po Njomzën asnjërin kem këtu do kushi që i kanë pa të gjithë ata të vramit, ama Njomzën se kanë pa se ishte mrena aty, ka qenë. Edhe ato e kanë marra, nuk di më tutje shka u bërë me ta. Ka pa dikush, ka pas dëshmitar që kanë pa momentin kur e kanë tërheq dikush trupin, apo çka kanë? Këtu do kushi e kanë pa që ka qenë një kamion aty, kur i kanë marrë kufomat gjitha, edhe tani ato a kanë marrë, që u botë, tuk se s'osht aty, as kërgjet. Vetëm mas luftës, kur jemi këthyje, e këm gjetë atë kafkën që e ka hek snajperka me gjithë flokë. Po ajo në ka hup, në ka... Kur jeni këthy, në vendin ku ka ndodhur Po. rasti, keni gjetë një pjesë Po, që keni po. besu, apo keni pas sakt e E kujdes? sakto është ajo, po, ka qenë çka ka asaj, ndodhur po, me to? me flokë, me... që ja ka hek snajperka këtu në kokë. Çka ka ndodhur me atë pjesë trupit, kafkës? Ka qenë shumë e vogël, vetëm do flokë, po kem lënë një vend edhe mos unë s'kem mujt me... s'kem dit me rujt. A e kujton çfarë uniformash kanë pas personat që kanë gjujt apo i keni pa? Çka kanë pas vesh ata persona? Qysh janë duk? E ki fjallën për paramilitar, po si ta, me shamia, me... kanë arë autobusat gjithë, Çfarë uniforma kanë pas vesh? uniformë zeze, si paramilitare, me shamia kanë qenë, Çfarë gjuhë flishin? ngjyrë zezë, Çfarë gjuhë kanë folur ata? gjuhën sërbe.
Ka dëshmitar që kanë po momentin, më thatë që derisa i kanë tërheqë trupat. A dihet kush i ka tërheqë, kush i ka marrë ato trupa? Çka dini? Nuk dim, thonë që kanë qenë do këta të pastrimit, ose kanë marrë ata me zorë për me i tërhek ata trupa. Pas çlirimit, ku e keni kërku? Pas çlirimit e kemi kërku, ku kanë thonë që është një e grupume, unë edhe prindi, kemi qenë aktiv, i kemi lyp në lobisht, ka qenë aty ka qenë të merë, unë i kam pa aty esha njerëzve, të lopëve, i kanë përzi aty me eskavatora, me qa mos edhe mon, të lobisht të Prizrenit, aty ka qenë një. E prindi tani ka ngojtë shumë, ai ka ngojtë për me dy suarekës, ka qenë Halili. Po, Halili edhe ai tjetri si apo emrin. Isnia. Po. Halili dhe Isnia, ata janë marrë shumë me prindin edhe kanë ngajtë shumë për këto sanë edhe ku që... Çka i thojshin njerëzit? Cilët i takojshit të e kërku, ku me gjetë? Po kështu si krejt gjinja, njerëzit këtu kem pa, ose aty, ose një vorë atje, ose ku kem dëgju, prindi o marrë shumë ka hecë për këto, po probleme. Ka pas njerëz cilët ju kanë afru juve, kanë ardhur të shtëpia, ju kanë taku, edhe ju kanë thonë që na kemi këtë informata, apo din diçka. Ka ndodhë kur kemi ikë, në Prizren, këtu një fshatar i dalë në Prizren heret, po ka qenë shok i babës, edhe erdhe aty tha, urimi tha se u gjetë shoqja, tha e ki gjallë. Edhe plaku i tha, në qëfëse është ajo gjallë, tha, asë një s'ka vdek aty. Sa i ka qenë kram për kram e nonën. Edhe me atë vajzën e vllaut, ka pas një krah nona, edhe kur i ka rrok, unë i kam pa dytë. Ka rrok vajzën edhe nonën këtu, direkt. Edhe tani kari ka kërku falje, i ka thënë nesërit, i ka thonë që më falë se gabim isha unë, e ishtë tjetër kush. Dhe kjo ka ndodhë. Po nesë ajo është prej skeq, do më thonë prej... Ka pas rast kur dikush ka kërku të holla, se mundet me gjetë një omëzën apo diçka? Ja, jo, s'ka ndodhë kështu, jo. Jo. Keni kujtime, a keni filmime, ndo një video që e runi për motrën diçka? Jo, për fat keq, jo. Kjo foto se di qysh në kanë tjera jo. Qa kishe me po edhe njerë një moment që është kujtohet? Shpesh lajme dëgjojmë që është qetë edhe një lokacion ku po dyshuat për metje. Qysh i sheni këto lajme? Gjithëherë mendoj që mos ka diçka ma të reja aty, gjithë. Po, nuk di. A do të gjindën, nuk di, a do të gjindën. Se... Ka dhe të shtukun për komiteteve tjera në Kosovë, a ju ka rastis në njerë me u taku me familjartëne? Po. Qka keni të ndohë për bisedave? Kanë brenga të ngjashme me ju edhe ata? Po, njëjtë, ata që i kanë të humbur familjet, kemë edhe këtu në fshat, që i kanë edhe... Qka kishet me ju thonë, zëtri Morina, nëse dikush ka ndonjë informatë, din diçka, qka kishe me i thonë? Po, qa mi thonë, do të raportoja, po të tregoja, po qa ka pa, ku i ka pa, qysh ka, to s'janë që i ka bo njeri, kështu, to i ka bo lufta dhe paramilitarë sërbë. Kalu më shumë se 25 vite, a është momenti, a është koha kur dikush nëse din diçka me ndatë informatë? Po, është koha, kush din diçka ma shumë.
Mos na zgjatën edhe ma shumë, mi prit 50 vjetë. Është krim, shefja, se cilit informacion. Po, krim edhe i madh. Do duhin se dikush din pa marrë parasysh. Na shtatën kushte anonimiteti apo çfarë do forme, me ndahat informat. Po duhet, patjetër. Duhet edhe mos ta marrë në fsheht, se s'është për më mbajt ajo fsheht. Kanë kalu ma shumë se 20 vite, thamë edhe vazhdon ende dialogu, takimet mes palës kosovare dhe asaj serbe. Edhe çështja të shtukur është kthy në pjesë pazareve politike. Çka më thonë të në politikanë? Qa mi thonë vërtet, njeri, mi thonë të mendoj njerë në fëmijën e vetë, të mendoj njerë në familjet e veta, në ta qesin pak vetën në këtë pozitën tonë që jemi na dhe më në shoh politika si sillet me gazetar. Ai gazetari e shpërndan e informacionet e këtë gjitha ta sillen gjëja që për njekin me vrat person. Ka shumë histori kur edhe nga luftat e kalume disa persona nuk gjinden asnjëherë. Keni frikë se mund ta keni këtë fat? Mund me ndodhë. Ose i ka shkep Serbia shumë, nuk din kush që ka bo me ta. Edhe sa keni me majtë shpresë? Jo, shpresë nuk e s'muj me hek. Shpresën sa t'jam gjallë, s'muj me hek shpresën. Ke pas familjar që kanë dek me mallin për Njomzën? Po, plaku, e kom pas babën. Çka ka qenë dëshira ma e ti e fundit? Po këta ka mendu me gjetë, me ditë ku e ka varros, mas pakti. Edhe, që të thëmë tjetër, e vladë, fëmijit. Prindi për fëmijën. Vazhdon me pa ëndër në njerë, Njomzën? Po, shumë shpesh. Nane, Njomzën i shoh. Shumë. Edhe gjithë si në luft. I shoh ëndër shumë. Bile, shumë shfrik tash. Ëndër dhe me kënë luft, ama në luft, që shka qenë, ma shkurt. Shumë shpesh i shoh. Luftën edhe ata i shoh shpesh ëndër. Atë flasin ti që ka në ëndër? Jo, kështu. Jo, ama kështu i shoh si më konë gjallë, si i shoh mirë. Cila ka qenë ëndra ma e keqe që ke pa ndështë? Pa i të merë i luftës, ajo të merën ka i herë. Ato pamja, ato masakre ka qenë, ajo. Aty kam pa pullat ngrishin mish njerëzve. Se kam najtë shumë unë aty ofër, edhe i ndëgjojsh ato brimet e ative që kanë qenë, po s'musha me ndimu kur gjo, se isha shumë keq, pozitë shumë të keqe, se në rrethon shumë të forcat serbe. Thatë që Njomzën e ke pa për herë të fundit trupin e saj, ke tentu me tërheq, nuk ke arrit, po me trupin e nanës edhe në vajzës vllave, çka ndodhi? Aty i kam parë atë, kam kalu në për to, edhe kam ikë se kanë gjujtë shumë mua, kanë gjujtë pluma shumë, të ikë. E çka ka ndodhur me trupat e tyre më? Tani, masa ndëhej, nesrit i kanë pa në mëngjes edhe kanë ardhur dikur i kanë marrë në ora 2-3. Si thash ajo makina e bërllogët, asa ka qenë ajo. Edhe i kanë pa njerëz të ngre zhagë të i gjujt aty. Në më thënë, kanë marrë edhe nonën. Po. E ku është gjetë, mëndi? Nona është gjetë 2013,
3-ën e 4-ën. Po 2004 e kem varros, duket ashtu. Vajza vllaut. Vajza vllaut ma vonë ka qenë, po që datën s'pe di. Po shumë ma vonë sa ajo. Po. Të 3 familjarë të zhdukën kanë qenë. Po. Po e kem varros djelëzën 18 muajsh edhe këtë qikën e vllaut, 2 për i herë, kur janë gjetë. Kam dëgju shumë prej familjarëve të zhdukënve, që i kësohen faktit veç një ashtë me e gjetë. Po ajo, me ditë pele diçka që një shenjë, se komplet problem është më gjetë tash. I kësohen faktit që e kanë gjetë edhe me pas ku me shku, mja vendos një lule, me qa, me uqfry. E kom dëgju shpesht. Po. Po ato mas shumë të janë, me ditë që është aty edhe... I shkon për festa nanës, besës të vari. Po, i shkoj. Po. Shkoj vizitoj, shkoj pastoj do njerë, po tash i kanë rregullu mirë. E kur ishin pa u rregullu, shkojsha i rregullojsha vetë, i këshyrsha i ndërkohë. Po edhe njerëz tjerë kanë këshyri, kanë rregullu. Çka din fëmijë, nipat, besat, çka din për ngjyshën? Po, gjithë historinë ju tregoj. Ju tregoj shumë, ka herë këta me rrohen, që ju tregojmë atë përjetimin tonë. Qysh i bën i tasma, ditëlindjet? Në gjitha familjet që kanë pas të humbur. Shikues të nderuar, ishte ky rrëfimi i Sejdi Morinës. Një rrëfim i cili na flet shumë për traumën dhe të cilën familjet kanë vazhduar me qenë në këto 26 vite. Tani do vazhdojmë me një rrëfim tjetër. Nazmie Feka është një nën e cila e ka të zhdukur vajzën dhe djalin e saj. Ajo jeton në vazhdimsi me dhimbje dhe shpresë që një ditë do të marrë një lajm për 2 fëmijët e saj. Ta ndjekim këtë rrëfim, i cili neve na dëshmon shumë për vujtën të cilën kjo nën e ka pasur që nga momentet kur fëmijët e saj janë zhdukur. Unë jam Nazmie Feka, nëna e Samis dhe Sadetit. Janë zhduk me 20 aprill 99. Sinja Feka, mundesh me na tregu pak çka ka qenë në profesion Samiu, edhe çka Samia, çka kanë punuar? Samia në shkollë, Samia 17 vjetë më ka zhduk. Shkollë, shkollë të mesme. Ty betë që shtira shkolla se di, se këtyne herë u do fke me shku ma nej, po në rrugë traga Vaganicës që konë shkolla, o konë shkollë, Sadeti o konë në 19 vjeqare, e ka kry 8 vjeqare, ma nej s'kena mujtë me qënë shkollë, se u prishtë të ata, s'kishu me qa me utu, me qa qika pa shkolla konë. Vështë 8 vjeqare në ka. Nësh më na tregu pak për planet që i ka pas djali edhe vajza, çka kanë qenë ëndrave tyne? Pa e ëndrat e tyne i kam pas qef sa ma mirë më shkollume me krejt, po nasi i kena pas kushtet se kushtet u prishtë të ata, veç ma shumë shëris të atës. Edhe qështu, me jetu, po na kemi, ku më thonë, na po shkujmë krejt, veç i qaj djollë dhe të më shtanë me qatë cikë, që ka u trem për i lufte shumë, edhe i në shku me migjen e vetë, i në shku në pazar, me shku në pazar ata në rrugë, i kanë zonë, ku nati mu ka këthy plagun, thëmija mo kë s'po din kur gjë për ta, këta ka nda për tyne, edhe që ajo gruja që të thashë konë me ta, ata 2 jenë me Delia dhe Rabia dhe 2 djelët e mi. 2 qike djelët të mitë jenë me të atë. Sinja Feka, mësh më na tregu pak për djalin, vajzën, çfarë natyre kanë pas? A kanë qenë dashën ata? Teti kam tirë, si ata më duket asnjës janë. Qast këfjellë, qast meqëm, qast dishëm për prind. Burin se këm pas këtë, unë e veç i këm që kishe me pështu. Kur si në konë, as të armatësën, as s'kena pas armatëm, as shpeja s'kërkon. Kismet i shkon qështu, edhe mo qështu.
që shpeshehni vetë, edhe jenë metë që atë. Mo për fatin e ty në zdina kur që heqë. A keni bisedu ndonjëherë me djalin me vajzën? Çfarë planesh kanë pas ata për jetën? Ata kam pas plane, për normal si njëri ri, kam pas plane mu shkollu, me rritë jetën e vetë, me qështu kanë, qa kena pas ku drejt mirë janë konë shumë, po taksirati unë zani që me bo. Mirë janë konë, dashtën janë konë, selë shumë janë konë, ma mirë s'ka ku shkanë, unë e gjithë dhimëtën e kam, atje i kam edhe 2, veç dhimëtën e kam 8. Ata shumë më kam përkrah që më kam posti në unë. Për shembull, mutra, vllazni, krejt, qa ku më thonë unë që ata kanë bo. Vetëm unë ku dasht mi qu, se unë e mutrën e kom pas në vipazar, dajt i kam të në vipazarit. Edhe ku më dasht mi qu në vipazar, me pështu. Amo qaq shumë të dojt pesi ju martu nuk jo menë, me të kalzu drejt. Edhe unë vetë ku me shku shumë kalablak. Hajt, dikush të i kësë hin lufta këto, dikush ju vy në udha na henëm. Me të mo as këne as anej. Djallin e vëkër i këm pas, as 2 vjetës mi ka pas. Ku me shku me thmime, në për shi, në për bërë, në për... Thash, dek se dek, për rrim shpitun, për të shpijes kem ku shkojmë. Në fika çfarë kohë ka qenë, në cili muj ka qenë, ka pas lufta, ka pas bombardime? Ka pas granatime shumë, si çdo vend, Kosovë, edhe jena dol krejt, jena dol pe shpijave, jena shku ku është bërlëgu. Që aty jena mledh, kena nejt 10 dit, mas 10 dite i kena ecë për Shqipël, ka thonë bombardohet edhe ky vend, qysh ardhë urdhni nuk e di, veç kanë thonë që me lëshu këtuhen se po bombardohet. Ato gjithë natën na kena ecë, jena shku në Shqipël. Se një fika ka pas frikë djali, vajza, kishin frikë që mund me ndodhë diçka? Po vëllai, frikë kena pas shumë, se je pak veç brima jënë veç zëtit edhe krejt që ati pëpli. Aty jena konë afer 10.000 veta 20 din, si a pa ishe skejen. Kalablak, jena konë shumë, brima gjithkush për të familjet e vetë. Zonja Feka, qysh u zhduk djali edhe vajza? A e kujton atë moment? E kujtaj atë moment me të 20 prill, mija ditën e mram që jem taku me ta, me të 20 prill e kanë vendus me dol pe këtuhi. Edhe i na thonë ditën e mirë edhe ka ecë. Ne për mole, kom sërë. Edhe na kena kujtu që për dalin mirë, ata si ndalë. Për ku janë nisë? Për Novi Pazar. Qysh? Kom, në për mole. Pse vendosen me shku atje? Pse veç pe frike. Pe frike, pe kiameti, me pështu, qashtu, tremshin pak, kërgja shumë, edhe thash hajtë të pështujnë që ta bili, edhe tani shio konë Delia dhe Rabia, me ta, edhe Kunati. Edhe hajtë shkun me migjen e vetë, edhe unë shlirëva pak, ndekshëm edhe dedesëm na bili, vetë që këtë djallë dhe të më pështan, 17 vjeçari ka pas qatë kë. Edhe mo për fatin e ti në asdin kur që. Mo nuk kena një, as kena pas radja, as kena pas kur gjë, në mali e nga ka unë, në as kena ditë mo kur gjë heq, për ta, të eri sa kena prite, i lësheshin burgut e mojshëm me mëdë që kënina s'ka pas kur gjë, që pilshojnë nas mos dim kur gjë për ta. Ka pas dëshmitar, ka pas dikush momentin kur janë zhduk djali edhe vajza? E kam pas migjen, migja u këthy i plagun. Qka thot ai? A i thet, për momentin thet nuk di kur gjë, kë e kanë do pe tyne, që shpëthet kë, e kanë do këto pe tyne, edhe kanë plagu, kë u me të përdekun për zëti se ka marrë. Qka ka pa tjetër këtë? Kë pëthet, unë kur jëm qu, thet, atë moment, unë i kum harruhe. Jem dollë, tha ma nalë, jem në gjitë, që shokon veni, unë nuk e di,
Kur jëm dorë tha ma nalt, më ka ronë men që i kam fëmin me vete edhe i ke, a din qatë shëkun e vetë, si janë pa qysh për dalë, tha ku më këqyrë në atë ven, s'ka kur gjo, orë tha një ta me që i ma vetë, a i ka morë në gjyren e ma vetë tha ka posë. A i ka morë, a qa u bo mon, nuk e di, veç e kum një, tha, kur orë, a i ta miqit, tha se kum një. Kur u shku për në aton, tha, pejnëve pazori, ka u shku tash nuk e di, se nuk e di venin ku jenë konë, se si më konë asë njëherë. Edhe tha, veç e kum një, kur ka bo, shkëjnë aton, tha, i thasha e, që aty ko kanë hypë. Qështu, nuk di tjetër. Çka tjetë? Çfarë uniformë është kanë pas personat që ti kanë ndalu? Qika ka pas, e ka pas jaknën e ma vetë të qëtë. Të i migu. Jakna në gjyra ma vetë të konë. Me pulla kësajte, farmerka, këpuca, këgja me themër gjonë një konë. Qatë këhjen bojtë qatë ë. Sot me po më dëket di me, adin si harrej kërë. Se e djali ka pas farmerk, farmeric, edhe pantëll farmerk, edhe i ka pas 2 par pantëlla, edhe i por i ka pas samët në gjyrë murë, na i thëjmë. Personat cilë ti kanë ndalu, policia, ushtria, ata personat që i kanë ndalu këta... atë nësë jem konë, atë nuk di. Qysh janë dok ata? Qka ka ata të regu qysh jenë dëk, ata qysh jenë dëk, ata... Qa kanë pas veshën ata? Ata një firmen e milicis, po, paramilitar. Qysh ju kanë folë, qëfar gjuhë? Serbesht. Serbesht, se kunatin e kam gjallë. Serbesht. Serbesht, tham shojti, kë kunati për thetë, tham shojti, edhe kë ka thonë Allah ndërë tone, hejmër Allah ndërë tone që na qitet në kitë rrugë, jo rabim, veç me imon i sholla, ka unë qa për thu, ka unë për lutë në gjuhë teme. Ka unë hajtë se e ka shohë milici këto dhe i ka rohë këndakt bushkës, ku i ka rohë, kur më ka rohë, has këmë di gjonë. Atëherë thamë, kur o që thamë, s'kum di gjonë, vetë gjoku kësajde, qështu nga ka orë dhe në malë, edhe në krahu konë i plagum, edhe konë kryje kështu. Po, ngullë jë veç për shetë. Sa persona kanë qenë bashkë me kunatin në mëthmi tu? 5, 2 fëmija mi, e Rabia me Delin, edhe Muharremi, kunati. Qka ka ndodhë tutje? Kunati u këthy i gjallë? Asë mëj ta përshkruja atë mërzijat këjamet. Kure kena po ato të përgjakna edhe frikë kena po së teper, edhe s'kena dit asë që përbohët me thmitir na mërzi e kiamet, si në mali mo, na për ta veç shpirti që asë na ka lëshu veç met për kestis për të sheshin. Edhe së dasoj dite, na mërzitëm shumë. Mërzit më dhe këna pas. Edhe kam, zemra jem nuk di më këzu. Krejt bëten më ma jep, zemra jem nuk zëhet po do të mi dhonë pak. Hoku i mëtra, hoku i thmive, pra vit na qashtu s'kam qapaj. Se la gjithë flok kam det për ta. Mu mërzit më balë. E vladë mo s'ki ku e qanë. Edhe veç me po, se që zëtit folë, zëtit merë. Veç me të po, me dit, a është i dekun, a është i gjallë. Edhe me dit që shë dekë. Shtirë, ma, s'di që shme të thamë, s'mëj me përshkru. S'mëj me përshkru fljoka, e verdhëm del, valoja si dikë zemë, morrin djeltë atje jashtë. E morrin qikat, unë e zdi mu gëzu veç, pra vit na qashtë. Pra vit na qashtë për këllëm ta për Allahin. Masi që u kry lufta, ku i keni kërku? A i keni lyp? Vallohi, kena lyp, ku kena dit? Ku kena dit i kena lyp? I kena lyp e kena kërku në për gazetore. Adin, për shembl, jënor gazetar, se unë s'kum lyp, se s'kum dit as s'kum e shku, se më konë me thmit vagel. A të thash, djoli 2 vjetë s'pi ka posi vagli.
Veç që jënorë në kanë pyet neve, kur u bo mirë, në kanë pyet të tonë, tash person mas personi që i ka othmine gjdo këte, tani u qelë sheqata ma vëne, me lypi kena lyp, bëllë shumë herë, po tani ky konoti që kanë qunë Shqipni atje, tani që i kish pas lyp, edhe kënë kërështë koqë Shqipnis që i kanë qunë, i ka lyp në tana onte, disa herë me gazetare, me qështu, na ka në orë vëlla, i falenderej shumë, adin jam kujdes, po s'po gjinën kërkon. Jena konë raha vetë, si kina këqyrë që të fartesha, po s'na kam përgjit as një, nashta janë, nashta s'janë, a mos s'na kam përgjit se i ka rej shive bëra 20 din, a mas janë heq, nuk e di. Çka ju thoshin personat cilët i takojshit kur i keni kërku djalin edhe vajzën? Çka ju kanë thonë? O, vallahi, që na kanë thonë ata, inshallah gjinën, inshallah s'jep ke kërkosh, kur që me thonë? Inshallah veç binin ta, që me thonë? Që me thonë? Zdija zvet që qysh, inshallah veç gjinën, tjetër sen, unë e kom thonë veç, hasun gjallë, hasun dekt mi po, me dit, me hik pak këtë farë Maroko, unë e seher që loj vjeshtav, që shkajt e djelët, unë mërzit nga përka. E thëmë, me bo me konë gjalla, dikush thet, nashta është, adin theshin gazetarët për du me thonë, theshin është edhe një numër i madhë është në bërgë, po nejse do i qeshin si partia, i ke po, edhe ju Kosovë jeni. E thesha, nashta i sholla i të shu, unë e gjithë jem mërzit. Thesha, mi të shu, e mos me gjithë kërkan shpinë mshel, kur s'kisha qef me dollë për i shpije? Ka pas në njerës persona cilë kanë ardhë me bisedu me ju, që ju kanë thonë, muna mjë ndimu, e din ku janë. Allahi muja, se veç i burrit pa. Se po ta burrin gjallë pa. Kërrike për sheher në për kafe, i shorë një dikua, pe këqiqi thejke, pe këqiqi dikosh, ka hon pi gjojnë. Me dhonë paret i gjone, ki me fëll me taje, po dikush tani tjetër kush, po du me thonë, i ka hon musga bë, se këtu jenë për lavra. Edhe mo tani u u largu. U largu, e a i gjithë e ke, Allahi me ditë e ke qistë që i gjoj, se na këtë shpi kena maru mas lufte, dhe qaj kam këtë pare për shpi, i dhonë veç mjavni zonin, me fëll me ta. E dikush i kishton, aman mos e këtë rrenjën. Se valoj qenë gjallë, pa i të shu s'kan qare. Se një thika, keni kujtime, keni në i filmim, video, djallit, vajzës? Ju, valoj, s'ka posë. Ju type. Ju, valoj, kujtim tyne, jo, do fotografi. Që ato që na kanë qëllu, i kemë që atje, s'kem tjera. Që atje, s'kena. Atëhere, mas ka posë, preshte të ota, telefona, jo. Jo, konë erfije keqe, konë. Kur i sheh lajmet, i dëgjoni lajmet, se është qetë një vend i dyshim, ku po besohet që ka ndërë, i hapëm vesht shumë. Si une, si djelë, si qikat, i përcilëm në stëp, që pa thet, ku po qelet një varë masiv, që po bohet, ata po mshefin pe i meje. Une i mshefi, i këqyrin telefon, qashtu, o lëshënë bre, hajtë bre, se s'ka kurgjë ma bojnë të mija. Non, s'ka kurgjë sonë, të hajtë bre, hiq më tina, hiq më televizori. Si të din që i po thetë, po qelet dikon, këta s'umlojnë me këqyrë mu, a më në ka pak, i këqyrin telefon temin. Qashtu. Bë ju, Allah, s'ka kurgjë, qysh njihëm na, hajtë sa taj. E shëku s'mujti me që nërruaj i frakt ka posë. Shënë është mirë o shku në malë, ati o metë,
Ka ardhi gjallë. I gjallë shku, i ka graf traktorit, edhe rrëku tha zemra në mali dhe i miti. Me gjithë vllaut vetë, me djelët vllaut, s'mujti me qindru ma shumë. Shku me malë t'jallit vajzës. Ballë, valla, qyshja. 5-6 vjetë për para si ka po, 7 vjetë nejti atje. Se lypshin me shti bërë, ke tani, the ke punaj, ka pak e morët dhe bashtjak i ka pos shak. Edhe shkaj kishe, si në Turki, qa ka, kur Gjuskovic, ka pak dhe ke bili jau qajna i dinar. Hajme det. Qa kishe me i thonë nëse dikush ka informacione për fatin e vajzës t'jallit? Qa me thonë? Qa me thonë? A vjena e dit me një diqka mirë për ta, po qyshe ka shkru zyti, apet se që 25 vjetë për vinë, u s'di qa me thonë, ku jënë ata atash? O konë djali 17 vjetë, së di ka 45-6 vjetë. Nashta si në gjë, në unë jam nashta si në gjë, të u konë thmi, pa i robë brisk këtyres. Qika në 19 vjeqare, fotografinë e soj e kujtaj që aty. Thmija s'pen gjëhin, djali vëgël s'pen gjëhas njonin. Qika e dyta s'pen gjëhas njonin, qika e tretë s'pen gjëhas njonin, se e konë vëgël. E tirt për, tirt thëtë në mojnë men, kur ma ka unë veç 1000 me tomel. E di kur ma ka qitë në tavullin 1000 me tomel. E s'pe mojnë men, se u shku këhe gatë, pa ditë kur gjë për ta. Shtirë vëllohi bëllë, vëllohi shpirti mu ka ngushtu, ka njëherë mu ngushtuhet, që na dalë hajtë. Sonja Feka janë diku ma shumë se 20 vite që takohen dy palët. Edhe shqiptarët edhe serbë në dialog takohen. Oj, sholla mërë Allah. E kanë këthy si në çështje politike këto? Kush i ka gjdukun, Allahi i mre, asë për thëmë komitete se zemër kena tonë vëzëti nga ka folë. Se kërkush me krabza si ka maru. I sholla, të tonë dolin drejt veç, qa kam bo këta, zëti orë hokesh, zdi që të thëmë të tërsen. Zëti poftë dhe pa gëft, tëndë zbesoj që i kam bo qështë. Thmije, ngroj, jë, loj si kam prejk as një. Se dhe tëndë kanë mujtë me dollë në tonë veç, tëndë janë të morën vesh, janë gjinë me rahmet. A frigoni që nuk kanë me u gjetë kur? Vallohi unë e po, të 25 vjetë shumë, frigurë nga bëllë, vallohi. Qështu i pëmdyket edhe e vërtet që i nga metë me qitë të këverë gjithë. Se s'pa kalëzëjnë, zdi qa ju vynë. Frigurë nga vëlla bëllë. Qef kam mi gjithë, t'jenë qështë t'jenë tash që me bon. S'ki që ka bën. Veç shtirë bëllë, vëlla. Deri kur të të bani shpresë? Veste Allahi ati këfë shumë falë. Për të ti s'ke më shkëjmë. Qa me mojtë më shpresa? S'pë di qa. Kishe u bo mire, kishe pretëm. S'kem qa boj dhe të presëm apet veç, unë e pesha që s'ka kur gjë heq. Kur gjë s'ka për ta heq. Edhe shumë, se si janë vestmit, ka plat atje. Thatë që buri ka ndru jetë në 2005. 2005, po. Shku me malë fëmive. U shku me malë fëmive, 2005 të tërë, me një të tërë u hinë dhe. Bëllë, flaka i ka dollë. 100 herë i marrë këtë sëbë, e këmë gjithë të fotografitë. Dhe të e thonë, jo poshtë baba. Gjithë, thashë Allah hile, mësim sa thminë për shuj. Shuj, bre, ti ke po mas më romi, po nësi kumë po më atje. Sa ka kam bo, sa ju pas ka bo ftyra, sa ka kanë rritë. A, qi ke bo, sa ju me flaka i ka dollë. Qa po më vynë të kjo një më pështu, qa po më vynë zemra më të madhin e vladë më kanë aqetë. Bëllë vëllohi. Mu mërzit bëllë veç, ki qa bënë vëllohi, jem më së përvëzë kanë.
Allah i jara bim s'përvëft, ma që kam bëk ta s'ka bëkush. Qështë, gjduk në kanë me molle, me të në kanë lanë, këtë tjetëri me të ri, kërë u dekë baba 17 vjetë djali. Tanë shi hajt i boni 18, 19 vjetë, më ka dalë në Belgjik, me shëk. Tullë me të shëk, asë këmë ditë bilveç kërë më ka lajmë rupe atje. Edhe qështë. Se një feke kam dëgju shumë rëfimet familjare të pagjetën. Shpesh në kanë thonë që i gëzohen edhe një ashtë diçka, një mbetje me gjetë, me ditë ku e ka vorin. Vesh me ditë që është i jemi. Ma shumë zëtit si duhe. Vesh me ditë vërtetën që është i jemi. Qa me po? A ishe andër në njerë, djalin vajzën. Vallohi, ja. Ju, s'moj me të rajtë. Ma përpora e kumë pa ndër shumë. Tash ma ju. Edhe i lutë në zëtit. Allah, difta me ndër me hjek zhikun e tyne. Me ndër. E përpora, e kumë pa djalin ndër, më ka ardhë, kurse harrej, më ka ardhë të e mi shpi, që të i thëjmë, mi shpi që të në, qështë shpi së të në. Edhe, tha, oj, non, tha, mu së mërzit për mu, ha, se unë e veç i plagun jam. Tha, shku je i non i plagun, për kush plagaj ty, kush pa dërë me tra ty, ka që i urte, ka që i... Tha, valoj, tha, që të s'pa më i zonin, me qite, me nëzisi e qitë ke atë zonë, i darë ke zoni si i ngushtu shumë. Tha, hajde djoli jem se ki mu shërue. Hajde të nona se, thash, ta lyna na, e i thash, valoj, ta lyna me rakia është e poqë, ondër, e stalen, thash, mu krymë se zheg, e në zetë, që shumë erë dhe ajo nuk e di, e ty besmojmë rakin shpeja s'kena mojtë korë, ty besh t'i këfarë. Edhe mo korë veç i thonë, a qiken jo, qiken korë se këmë përëndër. Heq, nuk di korë heq, mëse baza. Ama qef kam i po dhe i lutë në zëtit pësim, edhe bishe hadet se unë i fali 5 vaktët. Bishe hadet o zëtë, para fëtyra me viste hjek i zhikun e tyne, jëtë i besisha. Ama më të është ajo, ase haraj ato ndërtina korë. Mo nuk di korë që ty, për ta. Zëti e boft mirë, për t'kej dy janë edhe për mu, s'kam që bëj. Me dy ekja. S'kej që e përnë. Kena pri tonë me shku, se nas kena menu që i pështujmë mas një veç. Mas i pështumë, dhim ta përshkan që atje. Na pështumë, se rëzik e na kom balë. Po që me bo. Ka rune si kujtim për djalit vajzës? Keni diçka që runi fizike? Wallahi, unë dë majicat sojna, dë senet mrenshme i rujtë sojna, halo. I kam qënë kur, atës mi prekosh. Djallit s'kam kurqa. Djallit nuk kam kurqa. E qiks për, qiks i kam, se i rujke atë, edhe i kena pas një shupë që të, e atë zëhere, aja qënë të sokon që e mirë, se ka prej kërkosh dë farë drush për mi, që aty kena gjithë, a djallit, jenë djekë në mrena krejtë. Kush ka, as kam, kur gjëtina, heq, as një por që ropa, as heq, o djekë shpia. A qatë qënë të aty të isha pa vesh kur janë, s'janë të veshta, veç pa vesh kur, majicat mrenshme, të isha të mrenshme, veç janë, një qënë të vëgel, e i ruke, dëj mur me veti, dëj lakto. Edhe bili atoja ka bleku nota jem, gruja ku notit, ajo puneke për para, edhe ja ka blek sa dete tha ki marakte, edhe që holla kum ble për veti edhe për ty. Edhe i murra, ajo i shtini në atë qënt, ajo qënt është e marume me krabza, edhe në qatë qënt as i hjeki për asoj qënte. Bili qikat që të hëvi kur kem pushim, Allah hide që api men këtë rakapen, la gjuj, ki bëll. Ashtë kam bëll për që të i kam pësed, no? Do kotit janë, ashtë mu zka bënim mi gju, ashtë mërë më lojnë.
edhe kur e kanë shpalju, tha, hajtë brenë nën, tha, dhe gjinët qika, se o vallohi kena për ta mojtë si një zlak që thuj një fjollë, një zlak që veshen. A sho që ty po kam qef mi mojtë që në sojna. Edhe qashtë. Apet, i palej, apet, a më të veshta si në kom. Treja janë qashtë. I moja, djonit ju, edhe shkëm kur fashejet, i s'këm, po se atë fotografie kam tina. Shikues të nderuar, kemi ndjekur rrëfimin e Sejdim Morinës dhe Nazmie Fekës, që të dy familjarë të personave të zhdukur. Ata jetojnë për më shumë se 26 vjet me dhimbje dhe me shpresë që një ditë do të marrin një lajm. Kjo traumë, shikues të nderuar, duhet të dokumentohet dhe të transmetohet për të gjitha brezat tonë. Normalisht me qëllim që kushdo që ka informacion për këto raste, ti ndaj informacionet me familjarët dhe autoritetet, dhe të paktën të ndihmojmë në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Të gjithë ju që keni rrëfime të ngjashme, apo keni informacione se në rrethin tuaj ka familjarë të cilët kanë materiale të ngjashme me nda me ne, ju lutem të na telefononi në numrin tonë të telefonit 224498, me qëllim që ne të dokumentojmë të gjitha këto trauma në këtë nismë tonë. Ne, kaq kishëm për sot. Ju vazhdoni me na shoqëruar në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.